mirë se keni ardhur në Ridebate, kampionatin kombëtar të debatit, në këtë edicion të 8, i cili zbatohet nga Organizata Liburnetik, me mbështetjen e një donatori të ri, falë të cilit kemi vendosur të ndryshojmë edhe tematikën përse i përket asaj çfarë do debatojnë të rinjt sot. Do të flasim për ekonominë qarkulluese dhe zhvillimin e qëndrueshëm, fokusi kryesor në debatin e parë të skuadrave, dhe më pas do të flasim për tema spontane që janë më afër grupmoshës tuaj. Jo se kjo e para nuk është, por do më shumë përgatitje edhe më shumë për kushtim përse i përket performancës që do t'jepni këtu sot. Unë do të falenderoj Giz Albania përmes projektit BE për ekonomi qarkulluese dhe qytetet të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Okej, sot ndodhemi në Korçë, do të zhvillojmë një debat midis dy skuadrave dhe shkollave më elitare që kemi në qytetin tuaj. Do të falenderoj Themistokli Gërmenjin, Eduard Tërkitje, që është me ne, dhe shkollën tjetër Raqi Qirinxhi, i cila rikthehet në këtë kampionat pas shumë vitesh mungesë. Thash, është edicioni 8 dhe kemi një eksperiencë tashmë të gjatë përsa i përket mendimit kritik edhe qëllimit që ka në vetë projekti, pra zhvillimi i mendimit kritik dhe padyshim promovimi i të rinjve përsa i përket vlerave dhe aktivizmit në shoqërinë tonë shqiptare. Mirë, dua të falenderoj edhe ata që kanë përgatitur dy skuadrat, mësuese Dorinelën, Joanin, nga ana tjetër. Dhe dua të falenderoj edhe dy antarët e juris, bashkë me mua 3, në këtë sesion debati do të vlerësojmë të 3 performancën tuaj. Angela Gjaka ish debatuese, tashmë e largët në 2 edicionet e para në mos gaboj, të 2 të parat. Më pas pjesë e Organizatës Liburnetik, si staf, e një shumë mirë formatin e debatit edhe përse i përket kriteret të vlerësimit edhe gjithë asaj çfarë ju do të bëni sot në këtë debat. Nga ana tjetër, do të falenderoj edhe trajneren tonë Zysha Ida Gogën, lektore në Universitetin e Tiranës, Departamenti i Filozofisë në Fakultetin e Shkencave Sociale. Faleminderit Zysha Ida. Do të falenderoj veten time që prej 8 vitesh jam pjesë e këtij projekti dhe me shumë dashuri e bëj çdo vit pa u mërzitur asnjëherë, me shumë dëshirë vërtet. Mirë. Do filloj me temën e parë, temën e cila do të vëjë në këtë përballje të 8 antarët e secilës skuadër. Ju të 8 do duhet që të flisni, asnjë nuk mund të flasi 2 herë. Kështu që largoni emocionet në mënyrë që t'jepni më të mirën. Do të bëjmë një përzgjedhje midis 2 temave që kemi paracaktuar, të paketave kërkimore, kështu që do të zgjidhni ju këtë herë dhe pastaj në radhën e 2 do të ketë të drejtë zgjedhje shkolla Raqi Qirinxhi. E lexojmë bashkë. Rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm? Pra, tema e parë do të jetë rëndësia e riciklimit apo bëjmë mjaftueshëm. Është e qartë tema, besoj? Shumë mirë, do të bëjmë tani edhe përzgjedhjen, ndarjen e qëndrimit që do të mbajë secila nga skuadrat. Angela, më ndihmo, të lutem. Pra apo kundër? E hapim edhe tjetër. Do t'ja u japim vetëm të mbarojmë këtë pjesë, pastaj. Kundër. Okej. Pra, Themistokli Gërmenji do të mbajë qëndrimin kundër, ndërsa shkolla tjetër, Raqi Qirinxhi, do të mbajë qëndrimin pro. Ju e dini, në këtë format fillon grupi që mbajnë qëndrimin pro, por më parë do të keni të drejtën edhe të përgatisni temat, që do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Padyshim që do të vendosni edhe radhën se kush do nisi pari, kush do vazhdoj. Ne sugjerojmë që kjo të ndodhi përgjatë debatit, por ajo varet edhe nga zgjedhja që ka bërë secila nga skuadra. Në mënyrë që të kemi një debat sa më të natyrshëm, sa më logjik, dhe të kemi padyshim edhe arsyetim dhe kundër përgjigje, pra kundër argument në atë çfarë do të ndjekim. Mirë, faleminderit, nga ky moment keni 7 minuta kohë përgatitore.
Mirë, bëhemi gati të fillojmë debatin e parë. Do të hap këtë debat shkolla Raqi Qirinxhi, e cila mban qëndrimin pro dhe do të pasohet pastaj nga shkolla Themisoki Gërmeni që mban qëndrimin kundër. Nga 1 minutë për secilin maksimalisht, që do të thotë shfrytëzoni sa më mirë kohën tuaj në dispozicion, por jo detyrimisht është të thënë që duhet ta përdorni të gjithën. Momenti që keni përfunduar, në mënyrë që edhe ana tjetër të kuptojë që ndërhyrja juaj argumenti ka marrë fund, mund thoni dhe faleminderit, kjo ishte ajo çfarë kisha për temë. Në mënyrë që ta kuptojmë dhe të vazhdojmë në mënyrë të alternuar, pa që nevoja që neve të japim aprovim, mund të vazhdosh, fol ti, fol unë dhe bëhet edhe më. Jemi gati? Okej, sukses. Atëherë, përsa i përket tematikës riciklimi, po zhvillohet dhe është në funksion. Pra Shqipëria është një vend i vogël, por me një zhvillim mjaft të madh. Kjo vjen si pasojë e një studimi të kryer nga Instat në vitin 2018, ku Shqipëria renditet me 7% riciklim në vend. Por, mbas 6 vitesh, pra një fashe prej 6 viteve, ne shohim që ky riciklim nga 7% ka shkuar në 17%. Pra duke marrë parasysh këtë lloj zhvillimi, ne dalim në konkluzionin që Shqipëria, edhe pse një vend i vogël, ka arritur të kryejë zhvillime të tilla, që i thon rreth 5000 ton mbetje duke marrë parasysh studimin në kryeqytet, pra në Tiranë, duke qenë se ka popullsinë më të madhe dhe detyrimisht ndotjen më të madhe në të, përsa i përket mbeturinave të plastikës, të letrës apo ndotjes së ajrit si pasojë e qarkullimit të tepërt të makinave. Sigurisht, kjo rritje prej 2.5 fish në këtë fashë prej 6 viteve ka erdhur si pasojë vendimarrjeve të ndryshme, mbledhjeve të ndryshme të cilat janë kryer lidhur me sensibilizimin e njerëzve dhe ndryshimin e mentalitetit të tyre. Sigurisht, është kryer edhe një tjetër organizim dhe një studim tjetër mbi vendosjen e koshave të mbeturinave. Pra, përsa i Faleminderit Mikael, të falenderoj për argumentin që ti solle, por do të më duhet të kundërshtoj dhe unë do ta nis pikërisht me inteligjencën artificiale dhe përdorimin e teknologjisë në fushën e riciklimit. Normalisht ne mund të flasim lirshëm për inteligjencën artificiale dhe për teknologjinë, ata e kemi të kudo ndodhur, kështu që normalisht do të ishte pjesë edhe e riciklimit dhe unë do të sjell shembullin e një kompanie finlandeze, Zen Robotics, e cila ka arritur që të prodhojë robot me sensor spektroskopik me kamera 3D që ka një saktësi deri në 95%, analizojnë deri në 300.000 objekte në ditë, por këto vijnë edhe me një kosto shumë të lartë, kosto që për një njësi robotike vijojnë nga 500.000 deri në 700.000, mund të arrijë deri në 1 milion euro. Dhe më pas kjo pasohet edhe me mirëmbajtje mujore nga 2.000 deri në 5.000 euro. Dhe këto janë shifra shumë të larta për vende si Shqipëria, vendet e Ballkanit, të cilat nuk mund t'i përballoj shteti jon apo shtetet që nuk kanë një zhvillim. Shtetet të zhvilluara si Suedia e kanë aplikuar, por jo ne. Shoqëria po ndërgjegjësohet, vërtet mund të ecim për sa i përket fushës së IT-s, por është shumë e rëndësishme që të ndërgjegjësojmë popullsinë, të ndërgjegjësojmë individët e të rinj për sa i përket rëndësisë së riciklimit, sepse në fund të ditës ne jemi ata të cilët mund ta shkatrojmë ose mund ta rregullojmë këtë vend. Unë kam marrë shembullin e Bashkisë së Tiranës dhe gjithashtu një kompani si Eco Albania, e cila vepron me vendosjen sistematike të koshave me ndarje në pjesët më të mëdha të Tiranës, por edhe të qyteteve të tjera. Gjithashtu në shkolla kemi projekte si riciklo dhe ndrysho, shumë e rëndësishme që të rinjt ne të mësojmë që në moshë të hershme për sa i përket rëndësisë së mbrojtjes së mjedisit dhe riciklimit. Gjithashtu kemi Albania Recycling, të cilat janë shembuj të gjallë se si grumbullohen mijëra tonë mbetje çdo muaj që më pas do të kalojnë si materiale të ripërdorshme. Gjithashtu ne kemi shembuj konkret siç është landfilli i Malishit që e kemi afër me zonën e Korçës, kur un kam qenë vetë disa herë pjesë e këtij landfilli ku bëhen gjithashtu shumë organizime të cilat ndërgjegjësojnë të rinj dhe për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe sa mirë shoqëria po vepron për sa i përket kësaj mbrojtje. Gjithashtu un dua të shtoj edhe për sa i përket pjesës së gjimnazit. Vazhdojmë. Përshëndetje, unë jam Egi Shkëmbi për temën rëndësia e riciklimit apo bëm mjaftueshëm. Unë respektoj mendimin tuaj, por nuk jam dakord me ju. Edhe pse ka pasur përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin qytetar në lidhje me riciklimin dhe mbrojtjen e mjedisit, ne nuk po bëm mjaftueshëm për të siguruar që të gjithë qytetarët të kuptojnë plotësisht rëndësinë e këtyre proceseve. Në shumë vende, përfshirë edhe vetë vendin tonë Shqipëria, mungon një fusha sistematike dhe i qëndrueshme në mënyrë që riciklimi të kthehet në një ndër praktikat më të popularizuara në vend. Sipas një raporti të kryer nga Komisioni Evropian, vetëm 45% e qytetarëve njohin plotësisht
mënyrat e duhur të menaxhimit të mbetjeve. Kjo tregon se pjesa më e madhe e qytetarëve nuk njohin se cilat janë pasojat negative të menaxhimit të gabuar të mbetjeve. Edhe pse në disa zona ka pasur përpjekje për të rikuperuar infrastrukturën moderne, sot në zonat rurale dhe periferike ne shohim që mungon aksesueshmëria në mënyrë që riciklimi të kthehet në një ndër praktikat më lehtësisht të përballueshme nga ana e tyre. Kjo tregon se ekziston një hendek i madh në edukimin dhe në ndërgjegjësimin qytetar dhe është nevojshme të bëhen përpjekje të nevojshme për këtë aspekt. Një tjetër pikë e riciklimit është sektori privat i cili po investon në riciklim. Në Shqipëri sot numërohen më shumë se 35 kompani të cilat merren me riciklim, duke nisur nga materialet e plastikës, letrës dhe duke përfunduar në qelsh. Kompani si Everest Recycling apo Greentech Albania kanë investuar miliona euro për të bërë të mundur ndërtimin e landfilleve moderne apo dhe materialeve të nevojshme, makinerive të nevojshme për një riciklim sa më të dobishëm. Gjithashtu kemi dhe investimin e miliona eurove të cilat nuk subvencionohen nga shteti, gjë që kjo nuk ndikon në ekonominë e shtetit dhe kjo tregon që riciklimi nuk është thjesht në një gjë që nuk mund të bëhet pa vullnet. Ajo dëshiron vullnetin dhe vizionin afatgjatë. Gjithashtu unë dua të përmend dhe investimet e milionave euro për blerjen e makinerive dhe një tjetër kompani që ka bërë një investigim në 2024 ishte Everest Recycling, e cila riciklon rreth 1500 ton plastik në vit. Kjo tregon që kemi një riciklim të vazhdueshëm të plastikës dhe kompanitë të tilla e bëjnë të mundur këtë proces. Përshëndetje, unë quhem Safet Reshda, e vlerësoj mendimin tuaj, por më duhet të them që megjithëse riciklimi është një proces shumë i rëndësishëm, ne nuk po bëjmë mjaftueshëm në Shqipëri, sepse ekziston një farë mungese e ekuilibrit të shpërndarjes së përgjegjësive në bashkëpunimin midis qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve publike. Në vendin tonë, korporatat e mëdha për shkak të fuqisë të madhe ekonomike dhe politike që ato kanë, shpesh e shfrytëzojnë këtë për përfitimet e tyre, ndërkohë qytetarët shpesh ndihen të shfrytëzuar dhe ndonjëherë në faj për le të them mungesë të riciklimit sepse mungon infrastruktura e duhur për ta realizuar atë. Gjithashtu shumë kompani përdorin greenwashing si një metodë le të themi për të rritur imazhin e tyre dhe në të vërtetë nuk bëjnë asgjë për riciklimin. Në Shqipëri po të shikojmë rreth 76.49% e mbetjeve depozitojnë ende në landfille dhe kjo do të thotë që nuk kemi një mënyrë efektive të riciklimit. Gjithashtu për industrinë ricikluese nuk ka subvencione të duhura dhe ajo operon vetëm në 15 deri në 30% të kapacitetit të saj. Përshëndetje, unë jam Dea Leka. Në argumentin tim pro riciklimin do të thoja se pa fajsuar firmat e mëdha, ne kemi vërejtur programe të qytetarëve, të cilat po japin rezultat. Fushatat si Pastroj Shqipërinë që dua, e mbaj Shqipërinë të pastër apo Green Line Albania kanë akumuluar mbi 1200 ton mbetje elektronike dhe plastike vetëm në 2 vitet e fundit. Gjithashtu, vetëm në vitin 2024 ne kemi një analizë të 70 shkollave, të cilat kanë bërë pjesë të programit të tyre skolastik, programe ndërgjegjësuese dhe edukative mbi riciklimin. Për t'i bërë nxënësit, për t'i afruar më shumë riciklimin në vendin tonë dhe për të kuptuar që riciklimi është një proces që duhet të vazhdojë dhe të bëhet në edukatën e gjithë secilit. Gjithashtu, ne kemi vërejtur dhe se komunitete rurale, duke zënë shembullin e zonës të Dardës në Korç, janë pajisur dhe janë ambientuar me idenë e riciklimit, duke u pajisur me sisteme riciklimit dhe të ndarjeve të mbetjeve. Atëherë, përshëndetje, unë jam Roy Lariza dhe për sa i përket argumenteve tuaja i vlerësoj pa vazhdoj të jem kundër. Pse, këto filozofit dhe këto shoqatat e fundit kanë rezultuar jo shumë të suksesshme dhe këto marrim shembullin e filozofisë zero waste. Qofse keni dëgjuar ndonjëherë, për herë të parë është operuar në Europë, në kryeqytetin e Ljubljanës. Dhe edhe pse ka pasur një sukses vitet e fundit, ka pasur një kosto enorme, le të themi, që u ishte përballuar deri diku nga qyteti i Ljubljanës me anë të subvencioneve nga ana e BE-s, por nuk mund të jetë përballueshme nga të gjitha qytetet europiane. Mund të themi se edhe pse ka pasur një sukses lokal, kjo ka qenë edhe për shkak të ndërgjegjësimit të popullit dhe mendoj se në qytetet ose në shtetet më të vogla, sidomos në pjesën e Ballkanit, kjo edukim ose ndërgjegjësim në popull mungon. Mund të japim edhe shembullin për sa i përket ju thatë më përpara që në Shqipëri riciklohen rreth 17% të mbetjeve totale. Dhe mund të duket një vlerë e madhe për ne, por në krahasim me standardin e BE-s që është për rreth 49%.
Unë jam Sejsi Yzeiri dhe doja të mbështesë argumentin tim nëpërmjet lehtësirave fiskale, të cilat konsiderohen si një ndër pikat më të forta, të cilat mundësojnë një veprimtari të gjerë në riciklim. Dhe kjo mund të bëhet qartazi nëpërmjet nismave që qeveria shqiptare ka marrë, duke ulur koston e TVSH-s nga 20% në 6% dhe duket rezultati bazuar në të dhënat e statistikave të shoqërisë së ambientalistëve dhe të ricikluesve, se mallrat e importit për riciklim janë rritur me 18%. Dhe kjo ndihmon në modernizimin e teknologjisë dhe nga ana tjetër subvencionimet mundësojnë në si ndërgjegjësimin, por njëkohësisht nxitin dhe kulturën e bizneseve për të ndërmarrë veprimtari në masë të gjerë të riciklimit, por bizneset duke ndërgjegjësuar punonjësit e tyre njëkohësisht kanë një ndikim shumë të madh edhe tek klientët e tyre. Shumica e materialeve mund të riciklohen në formë që të mos çohen në landfille dhe të ngelen materiale për afat gjatë dhe njëkohësisht të minimizojnë efektin negativ që këto materiale të cilat nuk mund të riciklohen kanë në vendin tonë. Atëherë, përshëndetje, unë quhem Rafael Gërmenji, donsa të vlerësoj për opinionin dhe argumentin tënd, dhe duhet të kundërshtoj. Flasim për riciklimin që jemi duke bërë mjaftueshëm, ose jemi duke bërë hapa galopant, por për mendimin tim nuk jemi duke bërë. Dhe jo sepse duke marrë disa numra, disa statistika, apo edhe disa opinione të cilat vijnë nga bizneset, të cilat thonë jemi duke punuar. Ndryshimi i madh, sidomos për shtetet që janë në zhvillim, siç është Shqipëria, ndryshimi i madh vjen nga fëmijët, vjen nga gjenerata e re. Nëse nuk investohet në fëmijët, në brezi i ardhshëm, në ata që do ta napasojnë edhe bizneset tona në fund e fundit, atëherë si do mundet që të vazhdohet të bëhet ky hap galopant drejt përmirësimit për riciklimin. Mundemi shikojmë nxënësit nëpër shkolla apo edhe jashtë shkollës se si mbeturinat e tyre thjesht i hedhin në rrugë. Më shumë madje mundemi të shikojmë kudo në çfarëdo rrugë të korrës së televizorës, mundesh të shikosh më shumë mbeturina të hedhura brenda rreth lulishtave sesa në koshat e prerave. Pastaj edhe sikur brenda shkollave ne të kemi koshat të cilat janë të ndarë në 4 sektorët e mbeturinave. Po në fund të ditës këto mbeturina edhe sikur të ndahen në të 4 sektorët e duhur, në fund të ditës a nuk do të bashkohen të tëra bashkë për të hedhur në të njëjtin vend? Unë jam Vasilika Prejka. Atëherë, riciklimi ka ndihmuar ndjeshëm në uljen e ndotjes së mjedisit. Vetëm në vitin 2024, falë riciklimit të mbetjeve plastike dhe metalit, ne do të shohim se kemi një ulje rreth kemi kursyer rreth mbi 22.000 ton dioksid karboni falë riciklimit. Në qoftë se këto nuk do të ishin ricikluar, ky gaz do të ishte emituar në atmosferë duke krijuar dhe ndryshime klimatike si të ndotjen atmosferike. Në qoftë se ne riciklojmë një shishe plastike, kjo do të thotë se ne kemi një shishe plastike më pak në detet tona dhe 1 gram mikroplastik më pak në detet tona. Gjë që jo vetëm na ndihmon të mbajmë shëndetin ton, por gjithashtu edhe ekosistemet që ndodhen në detin Adriatik. Pra riciklimi nuk është thjesht një shifër, më shumë se sa është ajri që ne thithim, uji që ne pim dhe natyra që ne detyrimisht duam që të mbrojmë. Përshëndetje, unë jam Klevisa, e vlerësoj argumentin tuaj, por mbaj qëndrim kundër për atë çka ju that, pasi riciklimi është i nevojshëm dhe etik për mbrojtjen e biodiversitetit, ekosistemeve dhe ajrit në përgjithësi të gjithë mjedisit, por ne prap nuk po bëjmë përpjekje të mjaftueshme për mbrojtjen e mjedisit në tërësi dhe për t'i dhënë rëndësi riciklimit. E kundërshtoj atë që ju thatë që ne po bëjmë riciklimin e plastikës, por jo, sepse në të vërtetë sipas një studimi nga fondacioni Ellen MacArthur rezulton që deri në vitin 2050 ne pritet të kemi më shumë plastik në oqeane dhe dete se sa peshq. Dhe ky është një lajm shumë i rrezikshëm për ne sepse na kanoset jeta jon, por kryesisht dhe ekosistemeve në përgjithësi, por dhe biodiversiteteve, pasi vetëm 9% e plastikës globale arrin të riciklohet. Po ta marrim dhe në një fushë tjetër tek minierat për shembull, të gjitha mjetet elektronike ose më saktë disa prej tyre kërkojnë minerale të rralla në përdorim dhe në përgatitjen e tyre, nxjerrja dhe përpunimi të cilave shkakton ndotje në mjedis. 2024 është një vit rëndësishëm në lidhje me marrëdhënien e Shqipërisë me mjedisin. Diçka që dallohet se përpjekjet e Shqipërisë për të bashkuar në BE kanë mundësuar që BE-ja ne të na japë fonde prej 10 milion eurosh, të cilat kanë arritur që të realizojnë projektin EU for Environment, një projekt i cili instaloi 62 pika të mbledhjes së plastikës dhe të xhamit, Çelçit, në qytete si Tirana, Shkodra, Vlora e të tjera. Këto qendra janë të vendosura pranë shkollave, tregjeve dhe qendrave të banuara. Kjo gjë ndihmon në edukimin e shoqërisë, qoftë të rinjve
ose edhe njerëzve të thjeshtë në mbrojtjen e mjedisit, por gjithashtu i lehtëson edhe bashkive pjesën e mbledhjes së mbeturinave. Gjithashtu, diçka që dallohet se falë këtij projekti kemi një rënje prej 15% të mbeturinave të hedhura në landfillet e Korçës dhe 12% në ato të Durrësit. Diçka që planifikohet tash se mbledhja e mbeturinave do të lehtësojë me 350.000 tonë me ardhjen e vitit 2028. Okej, përshëndetje, unë jam Denisa Daut, patjetër që i vlerësoj të gjitha mendimet tuaja, por akoma vazhdoj të jem kundër. Kjo për shkak se riciklimi përpos benefiteve që ka, patjetër që vjen me një sër kufizimesh dhe sfidash. Pra përpos përpjekjeve që kanë bërë të gjithë vendet për riciklimin, akoma shumë mbetje vazhdojnë që të përfundojnë në incinerator, landfille, por jo vetëm, vazhdojnë që të eksportojnë në vendet më pak të zhvilluara. Bazuar kjo në një artikull të The Times, ku pohohet se 60% e riciklimit të përgjithshëm britanik vazhdon të eksportohet në vende si Turqi, Ganë dhe Vietnam, ku menaxhimi i këtyre mbetjeve nuk është i mjaftueshëm. Dhe këtu po flas kryesisht për mbetjet plastike, ku plastika vazhdon që të digjet apo të hidhet në landfille dhe incinerator. Pra pikërisht, kjo ndikon në ndotjen mjedisore. Riciklimi jo efikas, jo cilësor, sjell efekte të padëshiruara jo vetëm tek ne, por edhe në ekosisteme dhe në gjallësa të ndryshme, duke rrezikuar pikërisht jetën e të gjithë gjallësave këtu në tokë. Atëherë, përshëndetje të gjithëve, unë quhem Doris Milo, i vlerësoj patjetër mendimet tuaja, por më duhet të bie dakord me mendimin e bashkëanëtarëve të mi. Riciklimi po bëhet mjaftueshëm në Shqipëri. Më dëgjoni. Shumë fushata të reja si Green Tech Tirana kanë krijuar stacione inteligjente në liçenin artificial dhe kombinat, në të cilin qytetarët janë të mundur të depozitojnë mbetje plastike, që këto të fundit më pas konvertohen në pikë shpërblimi. Në varësi të mbetjeve plastike që qytetarët kanë depozituar në këto kosha inteligjent, pikët e konvertimit mund të shërohen dhe në vlera monetare. Vetëm në vitin 2024, mbi 350 qytetarë kanë përfituar nga vlera monetare të mjaftueshme. Në këtë mënyrë dua të pohoj se riciklimi është bërë pjesë e kulturës tonë qytetare shqiptare. Nuk është diçka, një praktikë që ne e bëjmë me detyrim, nuk është praktikë që ne nisemi thjesht nga sensi sensibilizimit apo nga dërgjegjësimi, por është diçka që ne kemi kuptuar se ka dhe përfitime shëndetësore, ka dhe përfitime ekonomike. Faleminderit. Përshëndetje, unë jam Eviliana, e vlerësoj mendimin tuaj, por vazhdoj të mbaj qëndrimin kundër të kësaj teme. Megjithëse riciklimi cilësohet si zgjedhja e dur dhe tepër e domosdoshme, efektet e politikave mjedisore shpesh janë të ngadalta apo qoftë edhe të padukshme. Kjo sepse shumë vende, edhe veçanërisht ato në zhvillim, nuk kanë infrastrukturën e duhur të nevojshme për që ky proces të zbatohet efektivisht. Sipas një raporti të World Bank të vitit 2022, thuhet se 60% e mbetjeve globale përfundojnë në deponi ose në mjedis pa u trajtuar. Ndërkohë, një tjetër arsye sepse ne nuk po bëjmë mjaftueshëm është pikërisht fakti sepse zakonisht ligjet të cilat janë për reciklimin e mbetjeve ekzistojnë vetëm në dokumente zyrtare, por shpesh nuk zbatohen, dhe kjo për shkak të mungesës të fondit apo dhe vullnetit publik. Atëherë, për shembull, ju e përmendët edhe më lart se në Shqipëri trajtohen vetëm 17%. Domethënë është një vlerë shumë e vogël në krahasim me të gjitha atë e cila përfundon në landfille dhe në mjedis pa u trajtuar. Dhe gjitha kjo thuhet sipas raporteve të Shumë faleminderit. Ti bëjmë një duart rëkitje njëri tjetër. Do të vazhdojmë me debatin e dytë, debatin e temave spontane, të cilat ju nuk i dini, por që janë tema, sikurse thash dhe pak më parë, shumë të bukura, edhe shumë më aktuale, dhe që ju prekin në mënyrë të drejtë për drejtë juve, si target group. Tani do përzgjedhim nga krahu tjetër. A më thoni dhe pak emrat liderat e skuadrave kush janë? Hamdiona. Doris? Pse mendova që të ishte djali? Mendova që ishte ti lideri i skuadrës. Okej, prego. Okej. Zgjodhëm temën? Nga që ishte ullur i pari, jo se... Në Shqipëri suksesi... Më fal. Po. Vazhdo. Në Shqipëri suksesi varet më shumë nga lidhjet sesa nga aftësitë.
Pra, në Shqipëri, suksesi varet më shumë nga lidhjet, pra njohjet, që mund të ketë gjithë se cili, miqt, e thënë ndryshe në zhargon, apo nga aftësitë që kemi, pra meritokracia në rastin më konkret. Është e qartë tema? Do zgjedhim dhe qëndrimi tani. Kundër prap, pro do t'jetë Doris dhe kundër do t'jetë Hamdiona. Po, nga aftësitë pra. Okej. Aftësitë, kurse ata janë që varet nga lidhjet, pra nga njohjet, nga miqt. Okej. Tani në debatin e dytë, po patjetër. Po pse ikët atje lart, ha? Nuk duhet keni kontakt me mentorët. Kështu që s'postoni pak më këtu. Rafael, çfarë ka ndodhur Rafael? Rafael, çfarë ka ndodhur? Për çfarë? S'duhet ta di pala kundërshtar. Qetësohemi, e marrim më me pozitivitet, padyshim që çfarë do lloj detaji edhe çfarë do lloj këndvështrimi apo raportimi që mund të jetë bërë gjatë procesit të përgatitjes ashtu, do i marrim parasysh në vlerësim. Okej. Jo, mos shpreso. Është kështu. Do vazhdojmë tani. Jemi gati? Do vazhdojmë debatin e liderave. Në këtë përballje do të kemi pikërisht dy vajza, Hamdiona dhe Doris. Nga 2 minuta kohë për çdo ndërhyrje, 4 ndërhyrje janë në total. Është e qartë kjo pjesë? Pra 4 ndërhyrje janë ndërhyrje që ju do të keni të drejtën e fjalës. Nga 2 minuta maksimalisht. Më thuaj. Kam mundësi që të shtjelloj mendimin tim për 2 minuta dhe më pas Hamdiona do të bëj. E njëjta gjë siç ndodhi me 1 minuta, thjesht do kesh 4 herë të drejtë fjalë. Mirë? Mund të fillojmë. Në rregull. Atëherë përshëndetje sërish, unë quhem Doris Milo dhe po vazhdoj që të mbaj anën pozitive të grupit ton, duke thënë që po në Shqipëri ekzistojnë lidhjet miqësore, ekzistojnë lidhjet nevotike për të arritur për të marrë një pozicion të caktuar në shoqëri. Dhe jo nuk janë aftësitë ato të cilat na ndihmojnë ne, por janë lidhjet miqësore
të cilat unë i përmenda pak më sipër. Shembulli konkret për frazën të cilën unë sapo e përmenda, nis hallka që në shkollë, që në strukturat arsimore, që në strukturat qeveritare dhe me radhë. Një shembull konkret të cilin unë dua ta përmend është dhe zgjedhja presidenciale në gjimnazin tonë Rashi Qirinxhi. Në rastin tonë, në zgjedhje presidenciale i kryem gjatë gjithë ditës dhe ky proces ndërmerr zgjedhjen e të gjithë, votimin e të gjithë nxënësve dhe president nuk zgjidhet ata individ të cilët kanë aftësi shumë të madhe në drejtim apo kanë vlera shumë të larta edukative, pra kanë nota të mira, por zgjidhen ata individ të cilët kanë njohje të mëdha, kanë lidhje të mëdha miqësore. Ndër të tjera unë përmenda dhe instancat shëndetësore. Në Universitetin e Tiranës ne e kemi quajtur si një barikadë mjekësore sepse nuk janë aftësitë e studentëve ekselent të cilët bëjnë që këta studentë të punësohen në këto kuadra pra në Spitalin Shtetëror të Tiranës, por janë lidhjet miqësore, janë lidhje familjare që mundësojnë një punësim në këtë seksion këtyre studentëve. Faleminderit. Atëherë Doris, të falenderoj për argumentin që ti solle. Do doja të kundërshtoja pikërisht tek fakti i Universitetit të Mjekësisë që ti sapo solle. Universiteti i Mjekësisë, por jo vetëm, janë universitetet të cilat përpara se të futesh duhet që të bësh një provim hyrës. Dhe provimi hyrës nga eksperienca e shumë miqve të mi gjithashtu dhe e të afërmve të mi është një provim i cili rezultatet dalin në momentin që ti ke mbaruar. Është një provimet zakonisht zhvillohen me kompjuter dhe normalisht sa po ti mbaron, atëherë rezultatet dalin. Kështu që kjo është e pamundur që ti të përdorësh pikërisht këto lidhjet e tua në momentin që del piksimi dhe ti shpallesh ose jo fitues për këto universitete. Gjithashtu, pjesa e rregullores zgjedhjes për qeverinë e nxënësve që ti sapo prezantove, për kryetarin e qeverisë së nxënësve, varet se si organizon shkolla. Ka shkolla të cilat nuk e zhvillojnë në këtë mënyrë siç mund ta zhvilloni ju. Shkolla jon për shembull të gjithë kanë të drejtë që të votojnë ashtu, sikundërse të gjithë përfaqësuesit e Senatit kanë të drejtë që të votojnë, por gjithashtu edhe pjesa e përzgjedhjes janë nxënës të cilët normalisht janë të aftë në atë që bëjnë. Ne nuk mund të marrim një nxënës që mund të ketë dëshirë për të bërë parti në shkolla apo për të organizuar festa të ndryshme dhe ta marrim ta vendosim në krye të një organizate brenda shkollës që është shumë e rëndësishme për drejtimin dhe për mbarvajtjen e mësimit dhe të aktiviteteve shkollore. Gjithashtu kjo është gjithashtu për mesatarën që ne vendosim në shkollën tonë është që si kriter ne të vendosim një mesatare mbi 9 ose mbi 9.5 që të gjithë nxënësit që përfaqësohen aty që janë kandidat të mundshëm për kryetar të qeverisë së nxënësve të jenë nxënës patjetër të aftë në fushat organizative, por shumë të mirë edhe në aftësitë e tyre në mësimdhënie. Faleminderit. Faleminderit për mendimin tënd Jona. Besoj se u ke shputova për pjesën e mjekësisë, sepse nuk po flisja për provimin hyrës, po flisja për faktin se si ka studentë ekselentë të cilë mbarojnë për degën e mjekësisë dhe nuk kanë mundësi punësimi në Spitalin Shtetëror të Tiranës. Për këtë përmenda dhe fjalën barikad, sepse lidhjet familjare ose miqësore ndërmjet tyre bëjnë të mundur që të mos punësohet një student ekselent, le të themi, por një paraardhës apo një nip, një fëmijë i mjekëve që janë atje që punojnë në këtë moment. Por le të kalojmë nga pjesa e mjekësisë, të kalojmë tek aspektet e tjera sepse ka shumë për të folur dhe për përmendur në këtë temë. Një tjetër aspekt që unë përmendja janë edhe instanca qeveritare. E dim shumë se sa vështirë është të punësohesh apo që të zëri jot të dëgjohet në parlament nëse ti nuk ke një lidhje të ngushtë me partitë, le të themi, apo me personat të cilët janë të detyruar të përfaqësojnë zërin e një partie. Nga ana tjetër unë dua të përmend edhe se si ekzistojnë shumë studentë të cilët kanë mbaruar degë të tilla si juridiku, të tilla si shkenca politike, arkitektura, që kanë mbaruar me rezultate shumë të larta, megjithatë dhe sot dhe kësaj dite dhe ne i shohim duke punuar si kamarier apo si profesione që jo se nuk i shkojnë për shtat shoqërisë njerëzore, por thjesht nuk përputhen me shkollën të cilat kanë mbaruar. Për arsye se këto lloj pozicionesh janë të zëna në një farë mënyre nga pasardhësit e atyre individëve që punojnë në këto lloj profesionesh. Në qoftë se lidhjet miqësore nuk aplikohen në këto lloj profesionesh, nuk mund të aplikohen aftësitë. Dhe sikur student ekselent i jesh, nuk mund të aplikohen këto lloj aftësi në këto lloj profesionesh në qoftë se zëri jot nuk dëgjohet nga një individ që është i brendshëm në atë fushë. Faleminderit. Doris, të
të falenderoj për argumentin. Për pjesën e punësimit në mjekësi, mund të të sjell shembuj personal edhe nga njohjet e mia dhe ne të gjithë kemi miqësitë tona apo njohjet tona familjare të cilat janë të punësuar sipas degëve që kanë mbaruar. Normalisht nuk mund të punësohen të gjithë sepse ne jemi të fokusuar vetëm tek mjekësia dhe tek inxhinieria, por jo gjithmonë tregu i punës ka nevojë për këto profesione ose për këto degë dhe normalisht kuotat janë të zëna, jo domosdoshmërisht sepse ti ke një njohje, por gjithashtu ndodh shpesh që ne shkojmë në universitet, në spitale të ndryshme dhe pyesim doktorin ose infermierin se ku ke mbaruar dhe ata shumë mirë mund të përgjigjen jashtë shtetit, në Francë, në Itali, apo edhe në universitete prestigjioze si Zoja e Këshillit të Mirë, që është një universitet i cili është i lidhur bashkë me Ministrinë e Arsimit italiane. Dhe për sa i përket pjesës së parlamentit, në Shqipëri 36% e antarëve, deputetëve në parlament janë femra dhe janë gra, më falni, dhe zëri i tyre dëgohet mjaftueshëm. Pra ne kemi një barazi edhe tek pjesa e aftësive, nuk do të thotë që gjithmonë tek pjesa e aftësive duhet të kesh një njohje, mund të jenë vajza, gra, burra të cilat janë mjaft të talentuara me moshë shumë të re dhe domosdoshmërisht nuk kanë një lidhje, por që futen në rrugët e politikës për herë të parë dhe janë ata që sillin ndryshimin. Për të mos përmendur pastaj edhe persona të cilët kanë studiuar ose kanë erdhur nga zonat rurale, mund të përmend aktorë të ndryshëm si Bes Kallaku që vazhdojnë sot të jenë një ndër aktorët më të pëlqyer që kanë mbërthyer publikun shqiptar përpara ekranit dhe ka arritur aty ku është me rolin e tij të famshëm me personazhin me çizmat e verdha që ne të gjithë e mbajmë mend dhe ai ka arritur majat sot, ka ndërtuar dhe biznese të shumta të tij pikërisht për shkak të aftësive. Dhe gjithashtu Sajmir Mane, një ndër personat më të njohur, bilioneri i parë në Forbes, është ai i cili ka filluar biznesin e tij duke shitur televizora dhe sot është bilioneri i parë në Shqipëri. Pra kjo do të thotë se nuk është gjithmonë. Atëherë shumë faleminderit Jona. Unë përsëri do të doja që të kundërshtoja për atë që ti sapo the. Një faktor shumë i rëndësishëm dhe ajo që na bën dhe ne vërtet që të besojmë janë videot reale, foto që janë shpërndarë në rrjetet sociale apo shembuj konkret që na tregojnë se korrupsioni është real në shumë forma dhe në shumicën e rasteve nëpërmjet nepotizmit dhe lidhjeve miqësore. Pra ajo që ka dhe ti për pjesën e aftësive individuale aplikohet nga 10 raste mund të aplikohet në 2 raste nga 10 të cilat mund të jenë aktuale. Një aspekt tjetër të cilin dhe ti e përmende ishte përfaqësia e grave në parlament. Ne nuk po diskutojmë se sa është barazia ndërmjet grave dhe burrave në parlament, sepse dhe ato gra mund të kenë lidhje miqësore, mund të kenë lidhje nepotike me antarë që janë në parlament, apo dhe një burr dhe një djalë dhe kushdo tjetër. Ne po flasim se si lidhjet miqësore ndikojnë në integrimin e individëve në sektor të ndryshëm apo dhe në për industri të ndryshme. Ata aktorë që përmendet ti apo persona të tjerë kanë qenë atje në kohën e duhur, në momentin e duhur dhe pavarësisht se i kanë ndihmuar aftësitë e tyre pa pasur lidhje miqësore ose pa krijuar koneksione me njerëz të tjerë, nuk mund të arrinin në asnjë vend në të cilin ata kanë arritur tani. Ndër të tjera, unë dua të sfidoj në thonjza me një pyetje. Nëse ti thua se aftësia e të rinjve është ajo çka i mundëson atyre një integrim në shoqëri, atëherë pse shumica e të rinjve emigrojnë jashtë? Pse të rinjt kanë prirë që të largohen nga Shqipëria? Ne nuk po marrim shembuj të vendeve europiane të zhvilluar në të cilën aftësitë vërtet aplikohen. Ne po flasim për vendin ton që fatkeqësisht korrupsioni dhe lidhjet nepotike dhe miqësore janë reale. Faleminderit. Atëherë Doris, të falenderoj për argumentin që ti sapo solle. Tek pjesa kur përmenda parlamentin, unë doja që të theksoja edhe thyrjen e tabuve nga aftësitë e grave. Ne dim shumë mirë se sa maskiliste është shoqëria jonë dhe pikërisht për këtë arsye doja dhe ta përmendja si shembull që gratë kanë një fuqi shumë të madhe dhe aftësia e tyre vlerësohet. Pikërisht ky ishte edhe arsyeja sepse unë dëshiroja ta përmendja. Gjithashtu unë doja të sjell edhe një rast konkret, është një person, nuk e di se sa mund ta njihni, është Oriana Osmani, mësuese prej vitesh në gjimnazin Petronini Luarasi, e cila tashmë punon si zëvendës ministre në Ministrinë e Arsimit, fal aftësive të saj shumë të mira organizuese por edhe menaxhuese. Dhe ky është një shembull se si ti del ngadalë duke treguar aftësitë tua, mënyrën se si ti menaxhon të gjitha detyrat dhe se sa ti mirë e bën punën tënde, mund që të ngjisësh shkallët e karrierës. Nuk është e domosdoshme që ti të fillosh direkt një punë si një drejtore apo e rëndësishme është që puna jote, investimi jote të vlerësohet dhe ti të vazhdosh të ngjitësh hapat e karrierës duke bërë një zë përfaqësues për të gjithë grupin prej ti nga vin. Gjithashtu unë doja të përmendja edhe faktin e
lidhjeve, ne të gjithë kemi diskutuar edhe mund të kemi thënë, mund të ketë pasur dhe raste konkrete kur ne kemi përdorur ndihmën e një të njohurit ton për të marrë një vetë pune apo për të hyrë diku, por nuk është lidhja ajo që na mban ne gjatë punës. Në momentin që ti nuk ke aftësi të mira për të mbajtur këtë vend pune, nuk je kualifikuar për atë vend pune, ç'farë përfitim do të ketë? Po flasim këtu për sektorin privat për shembull, çfarë përfitimesh do të ketë ai që ty të mbajë në punë, edhe pse ti mund të kesh lidhje shumë të forta, mund të jesh një person një miku të afërt të tyre apo një personi të pushtetshëm. Çëndësi ka kjo nëse ti nuk je aftë për punën që ti ke marrë. Dhe gjithashtu për pjesën për sa i përket emigrimit që ti më pyete pak më parë, unë doja të thoja që emigrimi është një zgjedhje që ne të gjithë e bëjmë vetë për arsyet tona dhe për të kualifikuar në fushat. Atëherë, përsëri faleminderit Jona. Unë doja të theksoja faktin se ne nuk po diskutojmë përsëri se në qoftë se ne jemi të punësuar atëherë do të zhvillohemi ose në qoftë se pronari jon le të themi do të na mbajë vendin e punës. Ne po diskutojmë se si të rinë në çfarë mënyre integrohen ata në Shqipëri, në shoqëri, pra nëpërmjet aftësive të tyre apo nëpërmjet lidhjeve të tyre miqësore. Dhe përsëri, ashtu siç e theksove edhe ti, dhe vetë ne individ na është dashur që në një moment apo në një tjetër ti kërkojmë një prindi apo ti kërkojmë një miku tan për të marrë një notë më të mirë, le të themi, për të marrë një projekt apo për të marrë ku ta di unë pjesë në një koncert, në një show, le të themi. Secilit prej nesh këtë pjesë nuk mund ta mohoj askush. Dhe nga ana tjetër, arti, kultura, në të shumtën e rasteve janë përdorur edhe si mjete propagandistike. Pra, ti përmende shumë bukur shembullin e artistëve, të aktorëve të njohur, që edhe këta të fundit nuk kanë kurse si të kenë avancuar ose nuk kanë kurse si që të kenë arritur pikun e tyre pa pasur një njohje apo lidhje miqësore me politikan. Këto janë shfaqje nëpërmjet videove, nëpërmjet fotove reale, nëpërmjet emisioneve si Fix Fare, që i tregojnë dhe i le të themi këmbgulin se si këto lidhje arrin që t'i nxjerrin këta individ në pa. Ndër të tjera asnjë nuk po mohon aftësinë e grave në parlament. Kurse si, jemi dy vajza që po flasim kundrejt njëra tjetrës, por me raportin e burrave që aty është, për shkak të njohjeve është i madh sigurisht. Faleminderit. Për sa i përket Doris, të falenderoj për argumentet, për sa i përket unë doja të sjell edhe një shembull shumë konkret, është sapo zhvilluar dhe ju ishit shkolla fituese që fitoi Rin Show. Ti vetë personalisht ishte një ndër personat që u vlerësove me një çmim artistja më e mirë, në mos gaboj. Ishte pikërisht çmimi jot një njohje që ty ta siguroi këtë? Jo, përkundrazi, ishte aftësia jote shumë e mirë në këndim, në interpretim, ajo e cila të bëri që ti të merrje një çmim dhe të vlerësoj për personin që ti je, për aftësitë tua që ti ke. Dhe unë do të sjell rastin tim personal, ishte këtë vit, edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, unë jam një person që jam e apasionuar pa shkencave, marr pjesë në olimpiada, dhe këtë vit arrita që të fitoj deri në konkurs në fazën e tretë. Okej, mund të themi që në fazën e parë unë kisha mësuesen e kimisë ose të biologjisë e cila më vlerëson mua për nxënësin që jam dhe më kaloi. Po në fazën e dytë që vlerësimi nuk bëhet nga mësuesit e lëndës, ishte pikërisht njohjet e mia, aty është dhe me kod. Askush nuk është pa iniciale, pa emër, pa mbiemër, gjithçka është me një kod dhe nxënësi vlerësohet për atë që ti je. Pra, unë me këtë doja të thoja që jo gjithmonë vlen miku. Në këtë situatë, sado që unë mund të doja të fitoja, unë nuk fitova fazën e tretë, nuk mora një çmim, ama unë arrita deri në fazën e tretë me aftësitë e mia dhe jo me njohjet e mia, sepse pavarësisht çdo gjëje ekzistojnë disa faktorë ose disa situata në të cilat ti nuk mund të arrish të përdorësh lidhjet e tua sado që ti ke dëshirë të përfaqësohesh veten tënde, familjen tënde apo dhe grupin tënd shoqëror, sepse në fund të fundit njerëzit nuk të vlerësojnë se sa njohje ke, por se çfarë personi ti je në fund të ditës. Faleminderit. Mirë, kemi përfunduar, pas pak do t'ju anonçojmë edhe pikët. Ju e dini që në këtë fazë nuk kemi të eliminuar, por kemi thjesht pikëzim që ju rankon në 16 skuadrat më të mira të këtij edicioni në Ridebate. Nuk e di tani nëse ka një hapësirë ku ne mund të shkojmë këtu vërda për të bërë vlerësimin. Okej. Faleminderit, shihemi pas pak.
Gjatë debatit, jo pas debatit. Po, ne humorin e vlerësojmë shumë. Nuk e di e këtë kriter, nuk e ke ndjekur trajnimin? Se pas kanë ndjekur, ne vlerësojmë shumë humorin. Atëherë do i përsëris unë njërë se për çfarë që të keni parasysh që bazën tjetër. Okej. Jemi gati. Juria ka marrë një vendim, ka marrë një pikëzim për sa i përket performancës së të dyja skuadrave sot, duke marrë në konsiderat padyshim edhe problematikat vogla që mund të ketë ndodhur përgjatë kohës përgatitore, që do të thotë respektimi i formatit është një nga kriteret e vlerësimit. Dhe meqense Zysha kishte dëshirë të përsëriste kriteret, do të jap fjalën ty të parës. Faleminderit. Mirë se u takuam edhe një herë. Së pari, kënaqësi të dëgjoja debatin mes jush. Tisha këtu me dy shkolla që vërtet kanë qenë shumë serioze. Dhe kur bëj këtë vlerësim, vlerësimi vjen nga Departamenti i Filozofisë, sepse unë jam titullare e lëndës që ka të bëjë me mendimin kritik për kaq shumë vite, si dhe drejtoj klubin e debatit Fakultetin e Shkencave Sociale. Tani, të kem debatues, pjesa më e madhe për ju që janë edhe të rinj, që vinë për herë të parë, do thoja që ju keni një kulturë shumë të mirë debati dhe keni marrë seriozisht pjesën që ju keni ardhur me argumenta dhe me hulumtim në temat që keni studiuar. Kjo tregon që ju jeni shumë përgjegjshëm dhe kur je i përgjegjshëm normalisht ti ke vetë besim se do ja dalësh dhe ju ja dolët shumë mirë. Patjetër që ka disa elementë për përmirësuar, që unë do i përmend, por në vijat përgjithshme do ta komentoja shumë mirë debatin sot, madje fakti që dhe ne u vonuam pak na bët që të kishim jo pikëzimi, nuk na vonoi fare pikëzimi, por na vonoi një debat, një kënaqësi që ne patëm të bënim pak debat me njëri tjetrin për debatin tuaj. Pra dhe kur ngjall le të themi polemika dhe diskutim, do të thotë që fjalët tuaja kanë patur edhe qëndrimi juaj ka patur goxha vlerë. Atëherë unë do t'i po kaloj një herë të gjithë pikat sepse janë të rëndësishme. Uroj që ju patjetër t'ju kemi në fazën tjetër. Objektivitetit e parashtrimi i argumentave dhe po i komunikoj se si ju i keni realizuar. Atëherë, objektiviteti dhe parashtrimi i argumentave në debatin që ishte në nivel grupi, ishte në nivel shumë të mirë. Pra do thoja, ARE-ja e plot me dëshmi, me fakte, ju e keni dëshmuar se cila skuadër edhe për veten e vet, edhe për kundërshtarët, që kishim ARE të mira dhe ARE të plota. Këtu është e rëndësishme, kur bëjmë kundër argument, është e rëndësishme të përgënjeshtrojmë, jo në të gjitha rastet ju përgënjeshtroni. Përgënjeshtrimi pros ose i kundër është shumë i rëndësishëm. E dyta, një gjë që ju mungon është të bëni pyetje. Pyetjet ngren pozitën tuaj në skuadër pro ose kundër dhe vështirësojnë apo do thoja çorientojnë atë që kemi përballë. Ju nuk bëni pyetje që quhen pyetje cross, pra kryqëzime. Për sa i përket gjuhës dhe komunikimit, lidhur me temën e parë, gjuha dhe komunikimi krahasuar me debatin që bën liderat vjen shumë e pasur për sa i përket temës së riciklimit. Vetbesimi juaj, do me thënë vetë kontrolli, qëndrimi, ndoshta fakti që jeni përgatitur, ishte në nivel të mirë. Vëmendja, patëm diskutime në të tre për vëmendjen tuaj. Duhet të jeni më të vëmendshëm, sidomos kur flasin skuadra kundërshtare ose kur debati bëhet mes liderave, gjithë ju duhet të jepni, sepse lideri ju ka përballë dhe fakti që ju lëvizni kokën ose se keni mendjen, ju duhet të inkurajoni kundërshtarin të flas, prandaj bëhet debati. Ta inkurajojmë kundërshtarin kur flet. Gjuha e trupit është e mirë dhe qëndrimi juaj, postura, humor zero, s'keni bërë fare humor. Nëse do kishit bërë humor, do të thotë kishit marrë 5 pikë më shumë se cila skuadër. Për sa i përket kulturës së debatit, kultura e debatit është e mirë, për sa i përket respektimit të formatit, ka patur disa element që nuk e kanë respektuar formatin, që ne i kemi penalizuar edhe me pikë. Atëherë, do ju them,
në qoftë se ju do jeni në fazën e ardhshme dhe unë dua shumë dhe ne të tre duam që ju të jeni në fazat e ardhshme për nivelin e debatit që keni bërë. E para, një vërejtje për liderat. Kur bëhet debat midis liderave, duhet ketë më shumë intonacion, më shumë temp, më shumë energji, jo të fjetur, jo të tërhequr. Pra që do të thotë duhet ketë më shumë ritëm debati që të na mbajë neve të gjithëve në këtë lloj ritmi. Ndërkohë, çfarë duhet përmirësoni tjetër? Duhet vazhdoni me are, duhet përmirësoni të gjithë ka pak pjesën e intonacionit, se vërtet nuk arrija do të shkruaja, të kapja burimet se ku i keni marrë ju informacionin. Pra vërtet ky është një mikrofon në dorën tuaj, po zëri shkon atje në kompjuter, nuk shkon në veshin ton. Që do thot, ju lutem, kur përmendni shifra, statistika, burime, intonacion, edhe jepni rëndësi kësaj gjëre. Elementet e tjerë janë të mirë, kështu që ju përgëzoj. Edhe vërtet do doja që t'ju shikoja se sa të përmirësuar dhe sa të mirë do na vini në faza të tjera. Nuk është eliminim, është pikëzim. Kështu që uroni që t'jeni brenda 16 vjeçës në gjithë skuadrat që ne kemi pikëzuar deri tani. Komplimente për paraqitjen e sotme. Do mbaj mend edhe pak në suspans. E kemi edhe në rregullin e formatit që secili antar juri e flet nga një herë. Do i bashkangjitem të gjitha komplimenteve që ju bën nga ana e profesore Aidës, por gjithashtu do doja të shtoja edhe unë disa nga le të themi vërejtjet e mia në sensin e konstatimeve më tepër. Gjëja më pozitive dhe që unë vlerësoj më shumë gjithmonë në debate, se pari nga eksperjenca si debatuese, më tej pastaj edhe nga formimi profesional, dhe çfarë mendoj që bën një debatues shumë të mirë është njohja shumë e mirë e tezës, qoftë pro apo kundër. Analizimi çdo elementi apo fjale që të mundëson të argumentosh apo të shtjellosh mbi tezën është shumë i rëndësishëm dhe kjo është diçka që unë e pash të dyja skuadrat e të dyja nivelet e debateve, kështu që ju përgëzoj shumë për faktin që përforconi ato fjalë të temës që mbështesin më shumë tezën tuaj, ripërkufizoni shpesh në risjelljen e argumentave tezën apo rikujtoni se cilat janë ato elemente që e mbajnë apo nuk e mbajnë një linjë logjike të caktuar argumenti. Diçka që ndoshta do doja të shikoja më tepër dhe sidomos tek debati i dytë, sepse te debati i parë më nxjerr taj shumë energjinë tuaj pozitive sa hoqja dhe xhaketën. Nuk mu deshta rivishja, pra nuk uftoha nga debati i dytë, megjithatë duhet të keni parasysh që shembujt nuk janë debati në vetvete. Pra kur sillni dëshmi, kur sillni përvojë apo eksperjenca, nuk kundërshtojmë dot se cila ka ndodhur më shumë se sa tjetra, sepse siç e diskutojmë në probabilitet 0 ose 1, patjetër që një nga këto do të jetë ajo që eventualisht do jetë e materializuar. Dhe në rastin konkret, përsa një palë ka një shembull dhe pala tjetër ka një shembull tjetër, natyrisht që janë eksperienca të ndara që kanë bashkë ekzistuar. Megjithatë në argumente pro dhe kundër çfarë nuk bashkë ekziston, janë idet, të cilat sintetizohen për të krijuar atë sensin e bashkëekzistencës. Kështu që ju lutem shumë, kur sillni një shembull gjithmonë iden që mbështet shembulli. Pra kjo është diçka që tek debati i dytë mua sikur më mungoi, pra më shumë po shikoja përballje eksperiencë se sa po kuptoja realisht se ku qëndron rinia në raport me meritokracinë. Pra, a është meritokracia një nocion që mundet ta përthithja apo ta përmbajë deri diku pasjen e nepotizmit, në qoftë se jo pse, në qoftë se po pse, a është meritokracia një fenomen që shqetëson disa nivele të shoqërisë, a i shqetëson të gjitha, sa të prekur jemi në nivel të gjerë apo të ngushtë. Pati disa momente që shijova te mase shumë, momentet më të zjarta janë gjithmonë ato që ngrihen pyetja apo kundër argumente, kundër shembush personal. Përpiquni që t'i asimiloni sa më tepër këto elemente instiktive të debatit. Pra jeni debatues shumë të mirë njohurish, por duhet të filloni të jeni edhe pak debatues shumë të mirë idesh dhe propozimesh. Kjo do ishte këshilla ime, me dëshirën e mirë që të vijoni të dyja shumë rrugtimin. Lidhur me çdo lloj sinergjie mes jush për elemente që mund të keni vënë re tek sjelljet e njëri tjetrit. Do ju rrithem një gjë që unë ndoshta nuk lodhem kur duke thënë tek asnjë debat, nuk jeni kundërshtar, jeni bashkë debatues. Unë personalisht ka qelluar që edhe debatet e brezit tim t'i kem me shkolla nga Korça dhe kam përshtypjet më pozitive nga të dyja prej tyre. E them kështu sepse vazhdoj t'i kem ende bashkë debatues, e kam patur dhe në fakultet një pjesë të pjesëmarrësve, do i kem në vijim edhe në etapa të tjera. Dhe kjo e bën akoma më të lehtë të jesh qytetar aktiv. Kështu që përpiquni që këto t'i shikoni të gjitha si elemente që vetë përmirësoheni, po dhe përmirësoni të tjerët. Ta keni si, le të themi, kujtes nga ky format. Kështu.
Faleminderit. Faleminderit. Më ka rënë mua barra këtëherë për të dhënë pikët. Nuk është se do zgjatem, jo, shumë vështirë, por nga ana tjetër, pikërisht ma morën nga goja. Mendoj që ajo çfarë ne ndoqëm përgjatë debatit që u zhvillua sot në Korç, ndryshe nga vitet e tjera, më la një përshtypje më të mirë akoma, domethënë nga ajo çfarë vëre unë si organizator që në Korç sa herë që vi shoh përmirësim, edhe më vjen mirë që kjo ndodh, sepse do të thotë që ju e merrni më seriozisht punën për qenë pjesë e këtij formati, edhe më vjen vërtet mirë. Ndaj do t'ju përgëzoja, shumë suksese, dhe uroj që në debatet tjera ti të i kalojmë këto mosmarrveshjet, sikur se tha dhe Angela, ju duhet jeni bashk, sepse në fund të ditës përfaqësoni qytetin tuaj dhe jeni miq dhe njiheni me njëri tjetrin, kështu që nuk ka pse të ketë hapësira për keq kuptime, por sigurisht që kjo pasqyrohet edhe përkthehet edhe tek vlerësimi që ne kemi bërë për sa i përket edhe respektimit formatit. Ndaj, pa humbur kohë do t'jap pikët. Shkolla Themistokli Gërmenji ka arritur të grumbullojë 232 pikë, ndërsa shkolla Raqi Qirinxhi 226 pikë. Një duar tërkitje. Ky pikëzim aktualisht ju fut në 16 skuadrat më të mira, që do të thotë, po, mundësit janë shumë më të mëdha se sa të vogla në rastin tuaj. Ndryshe, ne kemi edhe 2 debate tjera që do të thotë do të jemi në Lezhë dhe në Kukës. Këto mund të ndryshojnë rezultatin ose jo, por mundësit janë më të mëdha që jo. Ndoshta tani. Nga pikët maksimale janë 300, pra se cilin nga antarët e juris kanë 100 pikë. Po. Jo, nuk ka problem. Pak më parë thash që jemi shok, dhe i lëm anash këto diskutime. Mirë, shumë faleminderit të dyja skuadrave. Po. Mirë, më duhet mua ta mbyll dhe pastaj mund të diskutojmë. Faleminderit.